Zoti Vasilnasi, unë kam dëgjuar shprehjen në vështirësi prodhohet vlerë. Vetëm kjo gjëja vogël, kur ti ja thua vetes në atë momentin kur jeti më keq fare, që kjo këtu ty të ndryshon, po, një duar trokitje. Yes. Tani, unë dua të ndaj një tjetër koncept, po kaq të rëndësishëm, madje pak edhe më tepër i rëndësishëm, kjo ka ndikuar në ndryshimin e jetës time. Ky koncept ka të bëjë me mënyrën se si neve duam të ndryshojmë. Duam të shkojmë nga ky niveli që jemi këtu, duam të shkojmë këtu dhe të rritemi dhe të bëhemi lart fare. Pra, nga ky momenti që jemi këtu, neve duam të shkojmë këtu, krijohet një që quhet hendek, një boshlik. Dhe neve për të mbushur këtë boshlikun, për të mbushur këtë hendekun, duhet të rrisim aftësitë e biznesit, duhet të rrisim sistemet, strukturat, në mënyrë që qëllimi jonë është që të mbyllim këtë hendek.